Shumë njerëz e dinë emrin e Isa Boletinit, por pak e dinë pse Perandoria Osmane shpenzoi vite të tëra duke u përpjekur ta ndalë. Në fillim të shekullit 20 në Kosovë qarkullonte një fjali që e përshkruante më mirë se çdo titull. Kur përmendej Isa Boletini, edhe komandantët Osman mendoheshin 2 herë para se të lëviznin ushtrinë. Një nga ngjarjet që e bëri të famshëm në gjithë rajonin lidhet me Mitrovicën. Sipas gazetës amerikane Sunday Star të vitit 1912, Isa ishte futur në konflikt të hapur me konsullin rus Sherbina. Situata u përshkallëzua aq shumë sa në anën e perandorisë u vendosën mijëra ushtar Osman, ndërsa Isa kishte shumë më pak njerëz. Megjithatë, ai nuk u tërhoq. Kur artilleria osmane goditi dhe vrau një nga shokët e tij më të afërt, Isa vendosi të hakmerrej. Ai ngriti një kurth në Mitrovicë dhe e vrau konsullin me një plumb në kokë, që nga ajo ditë emri i tij filloi të përmendej edhe në gazetat e huaja. Por ajo që e bëri figurë të veçantë nuk ishte vetëm lufta, ishte fakti që nuk pranoi të blihej. Sultan Abdulhamidi e thirri në Stamboll dhe i ofroi para, pension dhe privilegje që shumica e njerëzve të asaj kohe nuk do t'i refuzonin kurrë, vetëm që ai ta bënte jetën në Stamboll. Isa i dëgjoi dhe u përgjigj shkurt. Në qytete më zihet fryma. Ai u kthye në Kosovë dhe vazhdoi të jetonte mes luftëtarëve të tij. Pak kohë më vonë ndodhi një tjetër përballje që e rriti edhe më shumë reputacionin e tij. Në Kaçanik, forcat e Isës u përballën me një ushtri shumë fish më të madhe osmane. Për disa ditë me radhë, ai mbajti pozicionet dhe u printe vetë burrave të tij në vijen e parë. Madje kur një nga të afërmit e tij tentoi të tërhiqej nga frika, Isa e ktheu përsëri në betejë. Për shumë njerëz, kjo ishte prova se autoriteti i tij nuk vinte vetëm nga emri, por nga mënyra si luftonte. Për këtë arsye, Perandoria Osmane shpenzoi vite duke u përpjekur ta neutralizojë. Madje Gjon Turqit vendosën edhe shpërblim për kokën e tij, por askush nuk guxoi ta merrte përsipër. Isa Boletini mbetet simbol i një njeriu që nuk u ble, nuk u friksua dhe nuk e uli kokën para një perandorie. Sot më shumë se një shekull më vonë figura e tij vazhdon të përmendet sa herë flitet për qendresën shqiptare, sepse historia nuk mban mend vetëm ata që fituan pushtet, por edhe ata që nuk pranuan të përkulen.